Mirë mbrëma dhe mirë se erdhni në programin e parë Dosja e krimit. Unë quhem Refkim Orina, ndërsa me mua është kolegja Violeta. Mirë mbrëma, ky program do të jetë mujor dhe do të trajtojë raste të ndryshme të krimit. Për ndriçimin e këtyre rasteve edhe ju mund të na ndihmoni. Sonte në emisionin e parë mund të ndiqni. Dosja e krimit në edicionin e sonshëm. Vrasja e dy fish në fshatin Kotor, vrasësit e panjohur. Dy të panjohur tentojnë të plaçkisin udhëtarët e një kamioni në rrugën Ferizaj Gjilan. Kush e vrau Ismet Racin, edhe pas një viti vrasësit mbeten të panjohur. Hikje spektakulare nga burgu i Dubravës. 5 persona janë arrestuar, ndërsa 3 të tjerë ende kërkohen nga policia. Teknologjia e largë në luftën kundër krimit. Policia vëzhgon rendin nga qielli. Kush janë kriminalet më të rrezikshëm dhe më të kërkuar nga policia e Kosovës? Nëse dini ndonjë të dhënë apo informat, mund të na lajmëroni në numrat tonë të telefonit 038 504 604 6666. Në këtë takim ne bisedojmë se si do të zhvillohet operacioni, cilat janë qëllimet tona dhe si do të arrihen ato dhe pyesim se a ka dikush për të shtuar diçka në mënyrë që të sigurohemi se të gjithë punojmë së bashku si një ekip. Operacioni sonte do të vendoset në afërsi të shtabit të UNMIK-ut, jashtë stacionit të policisë në bulevarin e policisë. Pika e kontrollit të automjeteve do të vendoset dhe të filloj punën në ora 23 dhe përfundoj parafërsisht në ora 4 të mëngjesit. Ne do të kemi një ekip të përbërë nga 3 njerëz, të cilët kryejnë testin e alkoolit. Një ekip nga 2 njerëz, të cilët ndalojnë automjetet. Dhe një ekip për gjobim. Ne ndalojmë stafin e UNMIK-ut, policinë e UNMIK-ut, KFOR-in dhe automjetet civile kosovare. A ban me grave të livole dhe une, e tonë që ti gratë e bërë. Shko dhe me grave, por... Hajë se ka roha pet atje. Dhe s'pine livole dhe. Hajë me shmë gut? Hane, vita që ku dolu në fund atje të hypa pet. Prishet rrugë ati në mundë dhe une e marë të në livole. Hajë, të shka gut për, hajë? Hajë. Atje e kemi mush traktorin me dru, kemi arë këty, në këtë vend ku jemi tani, kanë fillu të shtenat të ati pozicion. Në atë moment kemi kësyke traktori pejl dru, e kemi qenë mis dru të tret, une, Gjaferi edhe Faruku. Unë në qitë pozicion jem shku, gjithmonë në gërbavën, jem futë malë, kur jem dalë në gjysh shpatit qëti sajtë të poshtës atje, Faruku veç ja kish mojtë në atjetër në onë dhe kish rokë një plumë këtu, e ja kish qitë në qafë. Qak jem me bo, s'pa kem qa bo. Me se s'pedim kush, s'kem qa bo. Në ditë spedime, kaj mali, hangren e pine, qaj dejme mramte, ka dhe traktorin shkullë. Se kanë mushkerin në dorë për shpije, ishin kom shefën, kanë gjëmë, kanë sëllmuj, kanë pro. 2 mitës, gjithë ka ishë në regullë. Si është, a keni indikacione ose fakte, a keni prova, dyshonin ndoken? Po shëqeni për ditën që ka ndodhë, ne spari kemi marrë leje nga organizata e pyjeve për premin e druve,